me shkëlqimin e serviru figura VIP të kuruara në përsosmëri, veshje që flasin për luks, jetë që duken si ëndrat pa qarta në ekran. Por sot, dua të ndal pak të rrjet dhe të vendos teksin diku tjetër, tek hija që shpesh mbetet në hije. Sepse VIP-at e vërtet nuk janë gjithmonë ato që shohin në dritat e forta. VIP-at e vërtet jetojnë më qetë, më thellë, më njerëzisht. Ato janë nënat tona, gratë, vajzat si ju. Ato gra të thjeshta me shpirt të madh që mbajnë disupe sakrificat padukshme. Janë pikërisht ato flokët e shpupëritur nga lodhja, ajo kafe e mëngjesit që ftohet e mbarohet pas dite, dhe ajo buzëqeshje që lind edhe kur dita ka qenë e rëndë. Ato janë emrat më të njohur brenda 4 mureve të shtëpisë, të asaj perandorie të madhe që ekziston dhe quhet familje. Dhe aty, pa bujë dhe pa skena, ato mbeten yjet më të ndritshëm që ne kemi në këtë jetë. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni në dritë. Jemi sot në podcastin numër 3 dhe me një tjetër të ftuar dhe kam nderin që sot të gjitha këto që unë përmenda dhe fola për thjeshtësinë, për ato njerëz që në përditshmërinë e tyre jetojnë një jetë aq të thjeshtë, por dhe aq të bukur dhe aq të nderuar, dhe janë VIP-at e çdo shtëpie. Janë vajzat, gratë, nënat, të cilat me përkushtim falin dashuri, falin mirësi për kujdesje dhe rrisin jetën, familjen dhe brezat e së ardhmes. Për gjitha këto, ne do flasim pra, siç e keni kuptuar, për një dritë shumë të rëndësishme të jetës. Kemi folur në episodin e parë për dritën që ishte besimi, në të dytin për sakrificën, dritën dhe përpjekjet për arsimin, dhe sot është drita akoma më e bukur dhe më e rëndësishme, ajo e familjes. Kam nderin që këtë dritë ta ndaj me një zonjë të nderuar që quhet Erinda Petro. Vetëm pak sa po Erinda të futet live. Erinda është një zonjë që është lindur, siç më ka theksuar, në qytetin aq të bukur të luleve, ose siç ajo thotë, në kërthizën e Elbasanit, pra në qytetin që është në mes të gjithë Shqipërisë, por jeta deshi që ajo të emigronte dhe të shkonte dhe të mbaronte studimet e saj në Greqi. Dhe nga Greqia, ku ajo shpesh më thotë, Eni, kam shumë emocion se mos e ngatroj gjuhën duke folur sot dhe mund të them ndonjë fjalë greqisht, sot jeton me familjen e saj në Gjermani. Sa po Erinda të vërtetës? Erin, përshëndetje. Përshëndetje dashurini. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu me mua sot. Shihemi? Si fillim të falenderoj unë dashurini për ftesën tënde. Eni, nuk të shikoj në kamerë, shikoj të filloj pak të lutem. Atëherë Eni, të përshëndes, tani të shikoj. Akoma jo siç duhet. Po vëllai pak kamerën tënde të lutem. Tani po. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë se të gjitha, të falenderoj shumë për ftesën tënde. Është kënaqësi të ndajmë këtë mbasditë së bashku dhe bashkë me ty, me të gjitha ato vajza, nëna, gra që na ndjekin në këtë moment. Faleminderit nga zemra që përtej përpjekjeve, preokupimeve dhe rrjedhës që të ka dita jote aq me impenjime, gjete kohë dhe ndave jo vetëm kohën që është aq e byrë për çdo nënë dhe për çdo individ nga ne, po pranove të ndash një realitet dhe një dritë jete, siç është ajo e jotja për të gjitha ne që kemi kaq shumë nevojë të ndajmë eksperjenca reale dhe të kuptojmë që nuk jemi vërtet VIP-a, por jemi VIP-a brenda 4 muarve tonë. Ti je njeriu më me dritë dhe di ti më rëndësishëm për ato 5 vjet e tu brenda 4 muareve të shtëpisë tënde. Të falenderoj nga zemra për çdo fjalë të mirë, të thënë me shpirt, e di që ti rrezaton gjithmonë mirësi dhe ato që i thua dhe i ke të ndjera. Pa diskutim do ta gjija mundësinë
siç edhe e gjeta dhe është një kënaqësi e madhe për mua që të bashkëbisedojmë sot dhe pse jo të inspirojmë, të sillim në dritë gjëra reale nga përditshmëria jonë, duke qenë të natyrshme dhe duke folur për ato çka jeta na sjell dhe që ne me atë vendoshmërinë tonë, me iniciativën, me dëshirën e madhe duhet t'i përballojmë. Të falenderoj dhe të përgëzoj për këtë nismë që ke marrë, të shkon shumë gazetaria dhe ndriçosh gjithmonë ta përgëzoj. Dhe unë ja uroj me shpirt çdo vajze, çdo gruaje, çdo nëne që përdej plënimeve të jetës së reale, sepse gjitha ne e dimë që kjo nuk është punë për mua, është një pjesë e pasionit dhe gjitha bëjmë një punë tjetër për të jetuar dhe për të mbuluar shpenzimet e jetës, por pa diskutim, kur njeriu ka synime, ëndra dhe vazhdon ato t'i ndjek, është akoma shumë e bukur kur bëhemi një dritare që t'impresionojmë të gjitha vajzat dhe gratë e tjera të ndjekin ëndrat e tyre. Patjetër, dëshira të ëndra të hobi që ka çdo njeri, jo vetëm nënat, vajzat apo gratë, por edhe gjinia tjetër, janë pjesë e jetës dhe ato duhen jetuar. Kështu që njeriu mjafton të mundet të ndërthuri disa gjëra, të mundet të ekuilibroj jetën e tij për të arrirë edhe për të bërë realitet edhe ëndrat, jo vetëm ato që do ta ndjekin në të ardhmen, por pse jo dhe ato që ka lënë në sirtar. Unë jam një nën dhe një grua sot që i mbështes vajzat dhe i përgëzoj, i admiroj ato që kanë dëshirën që gjithmonë të ecin përpara dhe pse jo, paralelisht me familjen e tyre të bukur që secila mund të ketë ndërruar dhe të ketë ndërtuar, të japi vetes së saj pozicionin dhe vendin që i takon në këtë jetë. Ne një herë jetojmë, një herë kemi ardhur në këtë jetë dhe pse jo, të jetojmë ëndrat tona. Shumë e bukur. Erind, më ke treguar që je lindur në Elbasan, por jeta deshi që bashkë me familjen, shumë e rreth mosh, mbase pa fillimin e adoleshencës, je larguar drejt Greqisë për të jetuar dhe për të shkolluar atje. Ndoshta ka ndikuar kjo tek formimi jot ose tek koncepti që sapo ti na tregove dhe ndave me ne për të dashur ta jetosh jetën, të ndjekësh pasionet dhe për të qenë edhe nën, edhe grua, por ti jesh edhe e rinda në fund të ditës. Po, shumë e vërtetë. Jeta ime starton në Elbasan, në qytetin tim të lindjes, sa herë që flas për Elbasanin emocionohem. Kam gjithmonë mall për atë qytet. Jam rritur në një familje prej 4 antarësh, unë jam fëmia i dytë i familjes time, kam një vëlla pak më të madh. Dhe jetesa dhe fëmijëria ime në Elbasan ka qenë shumë e lumtur, shumë e bukur. Mbaj mend nga fëmijëria ime vetëm momente të gëzuara dhe mendoj që nga aty fillon jeta ime dhe mendoj që çdo njeri nëse ka jetuar një fëmijëri të lumtur, të bukur, të mbushur plot emocione, me njerëz të dashur, dhe e them këtë duke ju referuar së pari gjyshërve të mi, kam patur fatin e madh dhe fatin e mirë që të rritem nga gjyshërit nga ana e mamit dhe kam marrë shumë dashuri prej tyre. Kam mësuar se si njeriu kur merr dashuri, është ai njeriu që karikon bateritë e tij për gjatë gjithë jetës dhe mundet edhe të japi në vazhdim. Atmosferën e bashkëtarë për fëmijërinë e hershme, domethënë baza ose themeli i ndërtimit të karakterit tënd ka qenë plot shëndet dhe dashuri. Dua të besoj dhe sot që jam vetë nën dhe shikoj sa e vështirë është domethënë të edukosh, të rrisësh dhe mbarvajtja dhe ekuilibri i fëmijëve është i vështirë, dua të them me plot bindje që fëmijëria ime ka qenë e shëndetshme dhe i dedikohem një pjesë shumë të madhe të saj gjyshes time, e cila më ka rritur me shumë dashuri. Për fat të keq, gati 2 vite që atë kam humbur, por për mua ai është të jetoj brenda meje. Dhe më emocionon shumë, jam shumë e lumtur që
kur bëhet fjalë për realitet, ne ndajmë bashkë buzëqeshje, gëzime, sfida, por dhe këto emocione lodhësh. Të më falni, jam tepër e ndjeshme, mbase dhe postpartum bën atë të sajën, sepse pas lindjes kemi një ndjeshmëri akoma më të madhe, por që sa herë që flas qëllon të rastisi dhe të bisedoj për fëmijërinë time, gjithmonë prekem, mbushem me nostalgji dhe është përthej kështu natyrshëm. Do të thënë, ti ke trashëguar një pasurinë më të shtrenjtë dhe më të madhe që nuk mund ta blej asgjë nga fëmijëria jote dhe nga të mirët qyshërit e tu, që është dashuria pa kushte. Dashuria pas një interes. Ata vërtet janë larguar, po ato lotët e tu sot tregojnë që ato kanë qenë njerëz shumë të pasur. Dhe unë jam shumë e lumtur që shpirti yt ka marrë më të mirën e mundshme në fëmijëri dhe për të kaluar pastaj një jetë akoma më të fortë, sepse njeriu kur është i mbushur me vetbesim dhe dashuri, e kalon më lehtë adoleshencën, besoj unë. Ka qenë kjo kështu për ty edhe pse ishe në emigrim? Shumë e vërtet. Pjesa e kalimit nga Shqipëria, ciklin e shkollën fillore unë e kam mbaruar në qytetin e Elbasanit dhe më pas në ato trazirat e viteve 96-97 familja detyrohet për shumë arsye, siç të gjithë shqiptarët e dim, që të emigrojë drejt Greqisë, babi ndodhej atje më herët, ne duhet t'i bashkoheshim. Familja duhet ishte gjithmonë e bashkuar, ishte një fillim i vështirë, si fillimi i çdo familjeje në emigrim, aq më tepër që kushtet e aso kohe në emigrim nuk ishin ato që ne sot kemi hasur në Gjermani për shembull, sepse emigrimi në jetën time vazhdon dhe më tej, po do flasim mbase pak më vonë. Dua të ndalem tek emigrimi në Greqi, ishte ajo shkëputja nga gjyshrit, nga vendi i lindjes, prindrit ishin intelektual, ato do detyroheshin, u detyruan, mënyra e jetesës, ndryshimet, i detyruan ata që të fillonin ato punët e rëndomta që secili prej emigrantëve bën fillimisht në çdo vend në të cilin emigron. Ne ishim të vegjël. E ke ndjerë fëmijë në asaj kohe, ndoshta kjo ndikon shumë ose mund të jetë një këshill shumë e mirë për gjitha nënat që na ndjekin sot. A i ke ndjerë bullizimin në asaj kohe ose ndjesh edhe ti keq nga vështirësitë dhe punët e rëndomta që prindërit e tu, dy akademik, arsimtar, u detyruan të bënin në një shtet të ri? Shikoj dashureni, e vërteta është që unë kam patur fatin e mirë dhe them këtë me plot gojën, të jetoj në një vend dhe në një komunitet të vogël dhe jemi mbështetur shumë nga grekët. Nuk e kam përjetuar bullizmin dhe shumë shpejt fëmijët ambientohen shumë shpejt edhe unë dhe mbase është një nismë e mirë që bëm në një vend të vogël në Pelopones të Greqisë, afër Kallamatës ishte një qytet i bukur bregdetar, unë u rita dhe jam shumë e lumtur për të gjithë më tej adoleshencën time në Greqi. Edhe atje pasoj prap një lumturi e dytë. Mund të them që jemi rritur shëndetshëm. Atë që kam luajtur më tepër, për sa i përket emigrimit atje, ishte lodhja në sytë e prindërve të mi, sepse duke i parë ata se sa mundohen, sigurisht që të gjithë prindrit në emigracion, edhe ne sot kemi atë mundin dhe sakrificën tonë, por ata kishin studiuar për të qenë dikushi. Dhe më pas, i shikoja do me thënë që sakrifikonin për ne, për mua dhe vllajën tim, dhe do kisha dashur një mënyrë tjetër emigrimi për ta. Do me thënë do kisha dashur që ata të ishin në Gjermaninë e sotme, këtu ku unë dhe bashkëtorëm u shpërngulëm dhe jetojmë prej gati 10 vitesh. E kuptoj. Më ke treguar gjatë bisedës tonë që paralelisht me shkollën, pra ti ishe një studente në Greqi, por në një moshë shumë të hershme, ke filluar paralelisht edhe punë. Kuptoj një eric që jo vetëm hormonet ose pasportumi, po edhe si një vajzë ke qenë mirënjohëse dhe ke dashur gjithmonë t'i bësh krah mbështetje e familjes. Si ka ndikuar kjo aso kohë për ty?
Shumë e vërtetë, Eni, jo si studente vetëm, por unë realisht kam filluar të punoj që në moshën pa mbushur akoma 14 vjet. Po, Ishte pikërisht. Isha shumë e vogël, vendi në të cilin jetonim ishte një vend bregdetar, turistik, dhe kishte akses të madh në turizëm, mund të themi, dhe vazhdon të ketë sigurisht. Aso kohë shqiptarët të cilit jetonin brenda atij komuniteti të vogël në këtë rrethinën e Kallamatës, Koroni quhet vendi dhe është shumë i bukur, është një mrekulli. Pa dashur t'i bëj reklam, por vërtet është një vend shumë i bukur. Qëllon që njihem, bëj shoqëri me vajza shqiptare, të cilat ishin më të mëdha se mua në moshë dhe punonin në për restorantet greke. Dhe aty fillon puna ime e parë. Fillimisht një pjatalarse, më pas i ndizmës e sallatat. 14 vjeçare. Prindrit sigurisht që nuk ranë dakord në këtë dëshirë timen, por këmbgulja ime, dhe këtu gjej rastin t'i falenderoj që të dy, dhe mamin dhe babin tim, që kanë besuar tek unë, dhe gjithmonë pas atyre debateve tona konstruktive, gjithmonë më kanë lejuar të bëj atë që unë kam dashur. Dhe këtu do doja të ndalesha edhe tek prindrit. Nuk është se dua të flas vetëm për përvojën time dhe eksperiencën time si njeri, por mendoj që prindrit, duke lënë të lirë fëmijët e tyre dhe duke i besuar ata, krijojnë një marrëdhënie shumë të fortë midis njëri tjetrit. Fëmijët kanë Kjo është një dritë shumë e bukur që ne dhe shpërndajmë sot për çdo prind që është në dilemë dhe koha t'i lejoj, por kam frikë. Është shumë e vërtet, në ditët në të cilat ne jetojmë sot, e sotmja është e pasigurt dhe duke qenë se prindi gjithmonë bart frikën se me kë fëmia do shoqërohet, si do shkoj, qysh tek, të gjithë jemi prindër dhe unë e mendoj për fëmijët e mi këtë. Vajza ime sot është adoleshente dhe unë nguroj, por duke sjell në mendje atë jetën time dhe besimin që dikur prindrit e mi mua më dhanë, përpiqem të jem më tolerante, përpiqem ta dëgjoj, përpiqem të jem me të shoqe. Dhe nuk e di nëse ja arri sigurisht, sepse është shumë e vështirë që të jesh një prind i mirë. Dikur Ermia Pavaliu ka kënduar këtë në vargjet e saj, të këngën shumë të bukur, është shumë e vështirë të jesh në jetë një prind i mirë, por që vetëm ja degje jetësore që nuk ka kur diplomin. Shumë e vërtet, dhe është profesioni, nëse do ishte domethënë një profesion më i vështirë që njeriu mund të absorbojë. Po, të vjet me dashuri dhe me vetë krijim. Domethënë, kur ti bëhesh prind, fillon ti mohosh ndoshta vetes gjithçka tjetër dhe quhesh mami. Unë jam mami. Prandaj dhe unë nuk e diskriminoj fare gjinin tjetër, jam shumë e lumtur nëse ta ndjekin ose na dëgjojnë edhe vëllezër ose bashkëshort ose djem ose zotrin, por kur bëhet fjalë për dritët e gruas, unë e kam bërë këtë për të kuptuar që Erinda ndoshta nuk është në skena televizive, ndoshta nuk e ftojnë diku ku tregohet perfeksioni, tregohet se është një individ që ndiqet nga kamera gjithandej, por ka disa sy aq magjik rreth saj, janë 5 krijesa angjëllore që Erinda të shikojnë si njeriu më i arrirë në jetë, sepse për fëmijët tanë pikërisht e kështu duhet të jemi. Të jemi vajza, gra, pastaj nëna, sa më të dashura, sa më të mira, por dhe sa më të lumtura, të shëndetshme. Janë absoluta, thuaj, natyralisht. Jam shumë dakord me të gjitha ato që sapo the, dhe peshën më të madhe në shoqërinë tonë e dim shumë mirë që e mban bisupe nëna për rritjen dhe edukimin e fëmijëve. Shpeshherë dëgjojmë që ti ja hap syrin, edhe unë me bashkëshortin tim, të gjitha ne rreth nesh, besoj që shumë gra, nëna e kanë dëgjuar këtë, sepse nëna është ajo që dhe toleron. Dhe këtu do doja të ndalesha tek vargjet e dritë shpirtit të librit tënd të bukur,
të përgëzoj për mënyrën me të cilën shkruan, me mesazhin që përcjell dhe ti shumë bukur e thua në vargjet e tua, fëmijët, kur thua me përgëdhelje dashuri ti veshësh, për të nesërmen e vështirë ti përgatisësh, për të mirën e të keqen ta mësosh dhe për çdo pyetje dyshim ta dëgjosh. Ne duhet t'i dëgjojmë fëmijët tanë. I thua shumë bukur, Eni. Janë shumë të vërteta këto që shkruan dhe si nën dhe si vajzë, por më tepër si nën sot, them që fëmijët tanë duhet t'i dëgjojmë. Duhet të marrim kohë nga gjithçka tjetër. Vjera ime e mirë, që e përshëndes sot dhe shumë i veçantë në jetën time, gjithmonë nga fillimet e krijimit të familjes sonë të vogël më ka thënë, më mirë të thonë punë keqe se sa nën keqe, dhe unë këtë thënie të saj e kam vath në vesh dhe lë gjëra të tjera që nuk janë aq të rëndësishme pa bërë dhe fokusohem aty tek fëmijët e mi, tek fëmijët tanë, tek e ardhmja. Kjo thënie duhet shkruar dhe uroj shumë që në postimin e radhës, po edhe në shkrimin e vargjeve të mia të radhës, unë do ta theksoj. Më mirë të lë punë të bëra keq, por kur se si fëmijë të rritur apo të pa dëgjuar. Është një thënie e popullore që si duket nënat e nënave tona, gjyshet tona e kanë përdorur, por që është shumë reale dhe në vështirësitë e sotme që unë has, duke qenë nënë me 5 fëmijë, me ngarkesë, faleminderit shumë, shikoj që kjo shprehje zëvendin e duhur, sepse është më mirë ti kesh ata nën kontrollin e duhur se sa ti të lësh cepat e merimangave pa marrë. Mbase ato në një moment të dy do t'i bëjmë, por nuk janë prioritet, nuk janë primare. Primare gjithmonë është ajo që fëmijët tanë, por edhe ne ndjejmë, sepse jeni fëmijët duhen edhe prindër të lumtur. Dhe nëse do të bëhemi ëndrave, fëmijët do kishin dashur, nëse ne do vi një moment dhe do plakemi, do kishin dashur që ne t'i kemi jetuar ëndrat tona. Atëherë do ishin dhe ata të lumtur. Dhe kjo më ndihmë. Shumë e vërtetë. Jemi filozof dhe nuk është se jemi njerëz, domethënë që kemi studiuar thellë psikologjinë, por jemi njerëz që jetojmë të sotmen, shikojmë problematikat dhe se si shoqëria jonë është zhvilluar, se si teknologjia është futur me rrënjë shumë të thella në jetën tonë dhe të fëmijëve tanë. Dhe ne duhet ti bëjmë ballë të gjithave këtyre gjërave që na rrethojnë, por njëkohësisht të ndjekim edhe ëndrat tona. Si do ta realizojmë? Do mundohemi të gjejmë një ekuilibër. Një të mesmetar. Erin, kur dëgjoj të gjitha këto, dua ta bëj pak lidhjen që të tregojmë edhe për gjitha vajzat, se zonjat edhe nënat që na ndjekin, që para se Erina të bëhet nën, Erina ka patur shumë ëndra dhe pasione. Ajo ka dashur shumë të ishte një mjeke në emër. Dhe jo më kot vazhdoi të ndiqte një degë mjekësisë dhe ka studiuar gjithashtu një master që bëhet fjalë për psikologjinë e pacientit. Sa ka ndikuar kjo anë në këndvështrimin tënd për t'i njohur më mirë njerëzit? Pra, psikologjia është bërë tek ti jo vetëm në formën e mamësisë ose kur ti u bëre me fëmijë, por ti e ke studiuar si një degë shumë të rëndësishme pikërisht tek pacientët, tek një individ që diçka dhëmb në shpirtin e tyre. Shumë e vërtetë, Eni. Ëndra ime gjithmonë ka qenë që unë të ndjek fakultetin e mjekësisë, por rrethanat, jeta e deshi që unë të vazhdoja shkollën e lartë për shkenca mjekësore dhe pikërisht të diplomohem në degën e infermierisë në Janin, nga ku shpërngulem më pas studimeve për të ndjekur një master profesional pikërisht në atë
që ti sapo the në psikologjinë e pacientit, ka qenë një master që ka ndriçuar shpirtin tim për sa i përket psikologjisë së njeriut së pari, në momentin që trupi i tij nuk është në gjendje të përballojë, nuk është vital, nuk është në gjendje, domethënë, të kujdeset njeriu për veten e tij. Dhe kjo dek shumë e zgjedhur, për mua që dek shumë e bukur. Kjo do më ndihmonte më pas, duke menduar se do më ndihmonte më pas në praktikën time të punës, sepse që futesh në botën e një personi i cili ka qenë i shëndetshëm, por për X arsye është pacient, do të thot shumë, do të thot që ti duhet të dish, ti ofrosh akoma edhe medikamentet. Por që ta bësh së pari këtë, ti duhet të hysh në psikologjinë e tij, sepse ka njerëz që nuk e pranojnë sëmundjen e tyre. Janë sëmundje të rënda, sëmundje kronike, sëmundje që bëjnë një ndryshimin e jetës, ka amputime. Ka njerëz që pas një aksidenti humbin një pjesë të trupit të tyre. Dhe ne e dim shumë mirë që për krah mjekut, infermieri është personi më i afërt me pacientin. Kështu që na bie një barrë shumë e madhe mbi supën e infermierëve që duke qenë afër pacientit të jemi psikologët e parë të tyre. Sigurisht që ata kanë edhe psikologë. Edhe të vetës besoj. Sigurisht, sepse ti duhet të jesh aq i ekuilibruar dhe pikërisht zgjodha këtë master, sepse unë do duhej që duke ikur nga dera e spitalit të lija çfarë kisha përjetuar aty dhe të ikja e shëndetshme prap në shtëpinë time. Duhet të bëja një punë të dytë me fëmijët e mi, me bashkëshortin, me jetën time reale jashtë dyerve të punës. Kështu që ky master sinqerisht më ndriçoi shpirtin dhe më dha të kuptoja se si dhe se sa e rëndësishme ishte që edhe ne si individ të ekuilibrojmë brenda vetes atë të cilën do ofrojmë. Është sepse ti ofron duart e tua për t'u larë ai që nuk mundet me duart e tij. Po të jetë një rast, por infermieri është shumë se kaq. Dhe nuk e them këtë se fillon të jetë profesioni im, por sepse kam kolega të jashtë të cilët me mund sakrificë për kushtim janë vërtet për t'u duar trokitur. Dhe unë i duar trokitur. Dhe unë bashkë me ty, ishë në tjetër qëllim dhe me tjetër mision, plendroj nga së kemër, dhe du zote që t'i shpërblej në familje dhe shëndetin e tyre, gjithë ata individ që kanë ndjekur dhe kanë zgjedhur këtë profesion kaq fisnik dhe domethënës për jetën. Është vërtet, nëse do mundesha të ndalesha këtu, ëndra ime ishte gjithmonë mjekësia, por duke studiuar infermieri dhe duke e parë atë në thelb, mendoj që ishte edhe kjo një zgjedhje e dytë e duhur, sepse unë jepja nga vetja ime fiks atë që kisha ndërruar të jepja, ti shërbeja njerëzve në nevojë. Shumë e bukur për këtë pjesë, shumë e bukur. Dua të ndalem tek një pikë tjetër që është shumë domethënëse. Për te ëndra dhe qëllimeve dhe të gjitha atyre synimeve që Elita kishte në jetë, vjen një moment kur ty të bëhet frika mbi dhe thënia Zoti ka plane më të mira për ne. Jeta jote me një tjetër vit. Dhe Zoti që ishin që... Po? Zoti që ishin më thuaj. Ishte pikërisht ai momenti që në mendjen time thellë doja të realizoja ëndrrën time duke ndjekur fakultetin e mjekësisë dhe isha e gëzuar nëse atë do ta vazhdoja në Greqi apo diku tjetër. Nga kontaktet e mia, një shoqe e cila kishte mbaruar mjekësinë aso kohë në Tiranë, më thotë që rinda hapen kuota në fakultetin e mjekësisë në Tiranë çdo vit dhe ti mund të konkurosh dhe të futesh direkt në vitin e dytë të mjekësisë. Por më thonë, ekziston edhe një mundësi tjetër nëse ti do zgjidhje të vazhdoje mjekësinë tek Fakulteti Zoja e Këshillit të Mirë, është
fakulteti italian operon edhe sot kësaj dite në Shqipëri. Dhe është ideal. Nëse gaboj, nuk kam informacionet e duhura, se duke qenë se kam edhe shumë kohë e shpërngulur, mbase edhe kam ideja qëndroi tek fakti që duke hulumtuar për të vazhduar këtë ëndrrën time, të dhënë në sirtar, por që ende më vluan të brenda vetes, unë marr iniciativën. Për këtë mund të them që më ka ndihmuar karakteri im. Gjithmonë isha një njeri e re, flas, edhe tani vazhdoj të jem, por prioritetet bëjnë të tyren. Dhe kërkoj, nuk kishim akses në internet aso kohë. Flasim për 16 vjet më parë. 16-15 vite më parë. Nuk kishim akses aso kohë për të parë aplikime apo kuota. Duhet ishe prezente në sekretarinë e fakultetit. Dhe marr iniciativën që të nitem me makinën time në ato kohë. Unë kam patur fatin që të kem një patent që në moshën 18 vjeçare dhe me makinën time për herë të parë nga Janina për në Tiranë, ndërkohë që udhtoj dhe gjindem në Tiranë, nuk kisha asnjë GPS. Dhe aty merr një kthes totale jeta ime, sepse në këtë rrugtim, në këtë udhtim, unë përjetova një ndjenjë krejt ndryshe. Aty u njoha me bashkëshortin tim krejt rastësisht, kisha humbur rrugën. Dhe në përpjekjen time për të pyetur dikë se si mund të dilja nga një rrethotullim tek zogu i zi, Zoti të çojë zogu i bardhë. Rastisa, domethënë pikërisht tek personi i cili sot ndan jetën me mua, kemi bërë 5 fëmijë dhe jemi lumturisht deri sot të martuar. Ishte shumë e lumtur për rastësimin. Kemi planet të tjera, por Zoti ka planet të tjera për ne. Të thash edhe një që fillim, dhe është shumë e bukur kur ti e merr rrugën nga një shtet në shtetin tënd të lindjes për një tjetër qëllim, dhe Zoti të çon mrekullisht tek një njeri që do bëhet arsye e vazhdimit të jetës tënde. Nuk do ta kisha menduar kurr, nuk e kisha menduar kurr. Dhe rikthimi im në Shqipëri ishte me një farë, unë nguroja. Por ja që jeta e solli kështu që unë të rinisja një jetë të re, me një person të cilin e falenderoj për gjithçka që më ka dhënë dhe vazhdon të më japi, dhe për kushtimin ndaj fëmijëve, ndaj meje. Akoma dhe në këtë moment që ne flasim, ti e di shumë mirë që fëmijët të gjithë janë me Nertilin dhe vogla jonë është vetëm 2 muajshe. Por që akoma kemi fatin dhe të dëgjojmë dhe të jetojmë me njerëz që gra që janë të plotësuara jo vetëm nga aspekti i tyre i arritjeve, por dhe i shpirtëror. Të komplimentoj vërtet për marrëdhënien unike që ke me bashortin dhe për babain, aq të dashur dhe të përkushtuar që Zoti ka mundsuar të kesh për fëmijët e tu. Janë 5 fëmijë që qëndrojnë pas atij ekrani dhe të gjejmë mamën. Unë falenderoj Zotin, Eni, falenderoj Zotin i cili më ka mbajtur me hatër, ose mbase dhe meritoj. Këtë nuk jam unë ajo e denja për ta thënë, por përpiqemi të dy bashk të ekuilibrojmë atë jetën tonë të vështirë me sakrificave dhe mundit. Asgjë nuk është e lehtë. Ne e dimë shumë mirë që jeta nuk është një foto e bukur në Instagram, apo nuk është një tavolinë e shtruar në ditët e festave. Jeta është më tepër se aq, është një përditshmëri pa gjumë. E dim shumë mirë se çdo të thotë, të paktën ne të dyja që jemi nëna dhe sa nëna na ndjekin, se pas asaj punës tetorashës, sa punë tjetër kanë nënat, por dhe baballarët duhet të kenë në shtëpi.
Nëse këtu do ndalesha, do kisha një mesazh edhe për baballarët, të cilët besoj që duhet ta dinë edhe vetë, por baballarët shqiptar më së shumti, të cilët duhet të jenë prezent aty për krah grave të tyre për të përritjen dhe edukimin e fëmijëve të tyre. Sepse këtu ku jetoj në Gjermani më bën një përshtypje shumë të madhe fakti që ndërkohë që gjendemi në festa dhe evenimente, shkollash, kopshesh, shikoj shumë prindër gjerman meshkuj që shoqërojnë fëmijët e tyre, por rrallë herë ose asnjëherë nuk shikoj baballar shqiptar. Sepse ti do t'i dallosh bashkëkombësit e tu. Dhe e them këtë. Kjo është shumë e bukur. E them këtë duke I ofruar, domethënë, dhe fëmijës atë ndjesinë e bukur që përjeton kur e shikon dhe babin aty ndërkohë që reciton apo thot një vjersh të tij. Ja bëj si thirrje baballarëve shqiptar ose nënave që t'ja përcjellin burrave si mesazh. Unë e di që çdo nën do ta dëshironte këtë. E di që rrethanat ekonomike mbase I detyrojnë burrat që të punojnë më shumë orë se ç'duhet, të bëjnë akoma dhe një punë të dytë mbas diteve. Por në fund të fundit më e rëndësishmja në këtë jetë është familja, absolutisht, shumë e bukur. Unë falenderoj shumë për këtë ditë të vërtet dhe kaq të rëndësishme që është si për ne gratë, si për ne nënat, por edhe për fëmijët. Është një kërkesë nga ana jote, si kërkesë nëne, por dhe bashkëshortje që vjen nga realiteti. Është kërkesë dashamirëse, duke menduar edhe anën duke menduar edhe si fëmijë emigrant, sepse aso kohë kur edhe unë isha e vogël, në mbledhjen e prindërve dhe kur vinte mami im sepse babi do punonte edhe një punë të dytë. Dhe unë e kam ndier atë mungesën e tij. Dhe shpesh herë I rajoj Ertilin ose e mbështes kur ai ose përpiqemi të dy bashkë që të rregulloj planin e orëve të punës, që të gjendet ai atje në momentin e një takimi me prindrit. Dhe jo do të ndalë shkrimin. Përderisa ne biseduam deri më tani, folëm për një rinj plot në hadrave, qëllime, me shumë realizime në jetë dhe aq e plotësuar si nga fëmijëria, por dhe nga shkollimi, dhe nga punët që ke bërë. Dhe vjen një moment kur dua të ndalet tek mami e rinda, tek zonja dhe tek gruaja që me dashurinë më të madhe që Zoti I mësoi të gjetë në jetën e saj, jetë rrethuar me 5 fëmijë sot brenda mureve të shtëpisë. Unë dua të flasim realisht, siç ndam deri tani bisedën tonë, se si balancohet marrëdhënia mes partnerit me kohën që e rinda I fal fëmijëve, por nuk kam asnjëherë sa herë që kam folur dhe kam fatur të shoh, shikoj një rind të kuruar dhe që nuk e le pas dorë edhe veten. Shumë faleminderit Eni. Shumë faleminderit për fjalët e mira, për konsideratat që ke gjithmonë për mua, për çdo mesazh dhe nuk ushtehesh kurrë, e vlerësoj vërtet. Nuk mendoj që bëj diçka super wow. Mendoj dhe besoj këtë që them. Si balancon gjërat në përditshmëri. Do kaloj edhe aty, por dua të them që impenjimi si me një fëmijë, si me 5 fëmijë, mendoj që është I njëjti. Një nën edhe me një bebe do rri pa gjumë, edhe me një fëmijë të smur do ta gdhi gjithë natën, edhe me 2, edhe me 3, edhe me 4, edhe me 5. Thjesht lodhja është më e madhe, impenjimi është I njëjtë. Nëse nëna ka një fëmijë, ato do impenjohen njësoj, do çohen, do e përgatisin për në kopës, për në shkollë, do ta ndjekin kudo në aktivitetet. Kur ti ke më shumë fëmijë, thjesht ke më shumë lodhje. Këtë lodhje pikërisht mundohem ta balancoj. Duke I dhënë gjërave prioritetin e duhur. Do me thënë, lë gjëra pa bërë.
dhe bëj ato që duhen bërë. Kam këtë huqin, po, mund ta them huq të mirë që dua të jem gjithmonë e kuruar. Kjo është diçka që më del natyrshëm. Nuk e di nga e kam marrë. Dikush ma të treguar, por e sigurt ta ketë çdo vajzë tonë të huqtën, inshallah është ngjitës. E sigurt nuk i kam trashëguar nga mamaja ime sepse ka qenë një grua shumë fisnike dhe është fisnike, modeste dhe një nën shumë autoritare. Dhe kam parë të ajo kur një palet Pinelash apo Bojrash përveç se një buskuq kaf. Por me siguri diçka ka marrë nga tezët e mia. Pasi jam rritur me to në familjen e gjyshëve. Uroj shumë që të shikojnë sot. I përshëndes nga zemra dhe i them që i dua shumë. Kam 5 teze, tashmë 4, njërën Zoti e deshi më shumë se ç'duaj. Por që tezet e mia kanë qenë motrat e mia të munguara në rrugtimin tim të jetës. Mamaja ime ka 5 motra, të cilat kanë qenë motrat e mia. Dhe ato. Me rinj që i arritur me kaq shumë dashuri, por mbi të gjitha me kaq shumë shembuj pozitiv të grave dhe të figurës së femrës në mënyrë më të mirë të mundshme. Pra, me një gjyshe të dashur, me një nënë arsimtare dhe me teze që kam falur secila nga ato, diçka unike tek e rinda që ne shohim sot. Ndihem vërtet e përgëdhelur Eni, mund ta them. Lutoj Zotin për fatin tim të mirë, për sa i përket rritjes dhe zhvillimit tim në familjen të cilën Zoti deshi të kisha. Dhe uroj me të njëjtën dashuri, me të njëjtin përkushtim, të rritet çdo fëmijë sot, sepse jam e bindur që fëmijët atë që marrin, jam e sigurt që ata do ta japin. Do ta japin dhe ne i edukojmë ata me shembullin ton. Se me bindje sepse edhe në përditshmërinë time, ndërkohë që mendoj që fëmijët nuk e kanë kuptuar diçka që mund t'i kem thënë, ata bëjnë një veprim që më emocionon dhe më pas të bindin që me të vërtet e kanë kuptuar. Tyre do me thënë i kapin gjërat. Dhe besoj nënat i kuptojnë fëmijët e tyre. Të gjitha nënat i kuptojnë fëmijët e tyre. Kur bëhet fjalë për fëmijët, kemi dëgjuar dikur nga gjyshët edhe nënat tona që fëmijët janë të ndryshëm njësoj si gishtat e dorës. Se ti ke fiks një dorë, Zoti t'i ruaj të ke gjithmonë me shëndet. Dhe do të thotë që ato janë gjithmonë të dashur, të një trungu, por të ndryshëm nga njëri tjetri. Si ja bën e rinda që përtej dashurisë që mund të jetë unike dhe e njëjtë për të gjithë ata, të balancojë tipin e vështirë, njeriu çaktën, fëmijën e vogël që është aq shumë aktiv, me atë fëmijën që mund të jetë ndërrotur ose të parën e madhe që duket sikur tani më nuk ka nevojë, por realisht ajo ka gjithmonë nevojë sërish për e rindën. Kjo është një pyetje shumë e vështirë, Eni. Nuk e di nëse jam një nën e mirë realisht dhe çdo mbrëmje mbase të gjithë njerëzit e bëjnë, po unë si nën dhe flas personalisht tani, pasi bie dhe shtrihem, secili prej nesh bën atë bilancin ditor që çfarë bëra mirë, çfarë bëra keq. Sjellin karaktere krejtësisht të ndryshme, edhe si janë motra vëllezër, rriten me të njëjtin frym, përpiqemi t'i edukojmë njësoj, përpiqemi t'i themi të mirën dhe të keqen si të madhit, të mesmit, të voglit, në të njëjtën gjuhë, ata e perceptojnë ndryshe, reagojnë ndryshe. Dhe unë kam nxjerr konkluzionin dhe duke biseduar edhe me mikeshat e mia dhe shoqet më të afërta, të afërmit e mi, kemi konstatuar në një gjë që fëmijët janë unik dhe secili sjell që në lindje karakterin e tij. E thën kjo nga një nën që ka 5 fëmijë, të voglën nuk kam arritur akoma ta kuptoj, bën ato grindjet e saj. Por
flas për 4 të tjerët, të cilët e kanë treguar në një farë forme karakterin e tyre, mund të them që secili prej tyre është i ndryshëm dhe secili të merr kohën e tij për të bashkëbiseduar, për ta kuptuar, për ta ndjerë dhe për t'i ofruar një mbarvajtje sa më të mirë psikologjike, se mendoj që psikologjia është shumë e rëndësishme dhe i ndjek fëmijët tanë për gjatë gjithë jetës. Është e vështirë, por mundohem të gjej kohë të punoj me secilin prej tyre veçmas. I mbledh ndonjëherë në grup, por që më gënjojnë, kështu që mundohem të gjej kohë për secilin. Përpiqem që në aktivitetet që ato kanë më shumë për zemër, t'i ndjek dhe gjatë rrugës që i çoj ose i marr me makinë, të flasin vetëm për vetëm. Dhe mendoj që kjo është koha është pak e kushtëzuar, por shumë e rëndësishme dhe ajo rruga deri në pishinë ose deri në volejboll me vajzën e madhe, mendoj që jemi vetëm për vetëm, të qeta, që mund të themi diçka më tepër, t'i shprehemi njëra tjetrës, ose dhe me fëmijët pak më të vegjël, koha, mendoj që është ajo koha që i kushtojmë dhe preferencat e tyre. Ajo e bën, ajo është kush është ajo këshilla e vyer si një nën tani më, që do të jepi një nënë tjetër që na dëgjon? Padyshim të jetë e duruar. Kjo është këshilla ime më unë e di shpesh herë e përjetoj dhe vetë. Trysnia e jetës, streset, impenjimet, punët, faktorët e jashtëm të brendshëm, familjar, halle, detyrime që kemi si njerëz, sepse jetojmë në një shoqëri që si jemi të vetëm, na bën shpesh që të humbim durimin ton, ose që t'i kthehemi dhe me një gjuhë jo të përshtatshme, ndërkohë që ti flet në telefon, ai vjen dhe thot haja kulloren, dhe kjo është realitet. Na ka qelluar domethënë edhe të dyjave, ndërkohë që jemi dëgjuar. Por duhet durim edhe të dish ti kthehesh me një qetësi. Mbase ndonjëherë edhe na kalon duarsh kjo situatë, kemi dhe ne ato momentet tona, por është e rëndësishme t'i kërkojmë edhe më falje më pas, edhe nëse ne si në ndjekim pak zërin. Prandaj do t'i thoja të gjithave nënave që na ndjekin, durim dhe përulje, sepse dhe fëmijët duan që edhe prindit i përulen atyre. Më vonë kjo do reflektoj, do ta bëjnë dhe me shokun, dhe me shoqen, dhe në shkollë, dhe në rrethin e tyre. Do me thënë, pika shumë të rëndësishme të dritës së shpirtit e një fëmie që duhet vlerë nga prindit, është jo unë jam prindi yt dhe duhet më dëgjosh. Ka raste që edhe prindi i drejtohet fëmijës me shumë dashamirësi, duke i thënë më fal që u vënova, më fal që s'të dëgjova, më fal që gabova. Dhe në të lloj forme, dhe nuk i mësoj fëmijëve fjalët magjike sepse duhet, por ne ja trashëgojmë nga vepja, ata mësojnë çfarë ne bëjmë, jo çfarë ne themi. Shumë të rëndësishme, janë shumë të rëndësishme të gjitha këto dhe mënyra se si do t'i drejtohemi. Qasja jo ndaj fëmijëve është shumë e rëndësishme. Dhe se jemi ndonjëherë të agravuar me veten tonë, ndonjëherë dhe me veten hahet njeriu, duhet të di të menaxhoj situatën përballë fëmijëve të tij. Nuk e di nëse ja arrim, sepse teorikisht të gjithë jemi profesor, por që përpiqemi dhe urojmë që të nxjerrim në shoqëri njerëz të denjë dhe qytetar vërtet devotshëm. Lutem shumë edhe unë për këtë. Për te mëmësisë dhe për te rindës si nën, unë dua të marr një këshill dhe për ato vajzat e reja, ose të gjitha studentet edhe vajzat që sapo na dëgjuan dhe kuptuan që Erika ka pasur një larmishmëri të jetës 3 vite më herët. Se Erinda do ta kthente jetën e saj 20 vite më herët. Cila do ishte këshilla ose ato
pika ku Erina ka mësuar shumë nga jeta që ka bërë deri tani? Se çfarë do t'i thoja vetes time 20 vjeçare, duke qenë plotësisht e plotësuar, aso kohë paralelisht me studimet edhe punoja, isha shumë energjike dhe mund t'i them atë që do doja t'i thoja vetes time 20 vjeçare do ishte një bravo për vajzën e guximshme që isha aso kohë, sepse kam pas një guxim të tepruar, mund të them, dhe merrja iniciativa. Kjo më ka bërë në jetën time, më ka bërë, domethënë që të mos lë pas dore pasione dhe gjëra të jetuara bukur me shoqërinë, kam qenë aktiviste. Jam marrë një periudhë kohe me Janin edhe me politikë. Ishte ajo politika studentore, por që për në atë periudhë më bënte mirë, më mbushte, më karikonte pozitivisht. Dhe vetes time 20 vjeçare mund t'i them që do kisha dashur të jetoja edhe një herë. Shumë që e bukur. Është shumë bukur kur njeriu dëgjon veten që i thot bravo, sepse shpesh herë ne bëjmë vetëm kritikus të mirë të vetes. Dhe jam shumë e lumtur që nga ana psikologjike dhe nga ana emocionale kemi të bëjmë me një njerëz që është lehtësisht e kuptueshme që jeton e lumtur. Shikojeni, të jemi realist, njeriu duhet ta fillojë gjithmonë nga vetja. Nëse një njeri nuk do veten e tij, nuk ka vend për të dashur askënd tjetër. Sigurisht që do veten dhe unë e thërras gjithmonë dhe në statuset e mia këtë. Mund të them që nëse ti nuk kujdesesh për veten tënde, që të flesh mjaftueshëm, të hash shëndetshëm, unë nuk them sepse në orarin e duhur mbase shpesh herë kalojmë se por që të kujdesesh për veten sot është kujdes për veten në të ardhmen. Nëse kujdesemi për veten si nëna, është një kujdes për veten dhe për fëmijët tanë, sepse e gjithë bara bie mbi nënat, mbi baballarët, duhet të kujdesemi. Kështu që njeriu në tërësi duhet të kujdesi së pari veten e tij për të qenë në gjendje të përballojë të gjitha ato që jeta i servir dhe sotshmja është shumë e vështirë. Realiteti dhe vështirësitë e jetës na përballin shpesh me situata që na sfilitin, kështu që vetja duhet dashur shumë. Dhe këtë mesazh e kam për të gjitha nënat që lën pas dore veten e tyre dhe vën prioritet fëmijët. Jo, duhet të kujdeseni si për fëmijët dhe për veten njësoj. Sepse ne jetojmë vetëm një herë dhe jetëve që fëmijët tanë rrisin, kemi rritur dhe vetëm paralelisht me ta, shumë e vërtetë. Po fëmijët duan prindër të shëndetshëm. Kjo është domosdoshmëri nëse mund ta themi kështu. Shumë e vërtetë. Pasi këtyre përjetimeve, situatave dhe vendeve dhe probleme të ndryshme që Erina kanë patur në jetë, mendon se jeta është ajo që praktikojmë apo ajo që realisht e mendon? Shumë pyetje e bukur, Eni. Dikur kam menduar thellë që gjithçka në jetën tonë është e shkruar për secilin prej nesh, duke qenë se jam edhe njëri besimtar dhe pavarësisht që i përkas besimit ortodoks, por në familjen tonë ne i festojmë të gjitha festat dhe besojmë në Zot, kjo është më e rëndësishmja dhe tek e mira, që ti je një njeri i mirë dhe i devotshëm. Dikur mendoja dhe besoja që fati është i shkruar, por dhe deri diku e kam besuar, por mendoj që fatin edhe duhet të dish ta marrësh dhe ta mbash, sepse mund të hapet një derë, por nëse ti nuk e het hapin që të futesh brenda saj, fati ishte fati të thërret, por ti duhet
brenda vetes të gjesh iniciativën për ta ndjekur fatin tënd. Kështu që mendoj që një ndërthurje fati, domethënë fati është një ndërthurje edhe iniciative. Mundësi dhe iniciativës individuale. Këtë konkluzion kam arritur të nxjerr personalisht. Unë e vlerësoj shumë dhe është vërtet një konkluzion shumë domethënës dhe realist. E rind nëse do kishe mundësinë të na jepje një këshill ose diçka që e rinda e mballë të thellë në shpirtin e saj për çdo vajzë dhe grua se si e konkretizon një femër që mbar dritë në shpirt. Kush është për ty një grua që ka dritë në shpirtin e saj? Jo vetëm një grua, por çdo person i cili mbar dritë në shpirtin e tij, është një person i cili është një njeri, të jesh njeri mbi të gjitha, të jesh një njeri i mirë. Dhe gjej rastin t'i referohem sërish disa vargjeve nga dritë shpirti, nga libri yt i bukur, kur ti thua që të jesh njeri, nuk do të thotë të jesh perfekt, por të jesh një njeri i mirë është të përpiqesh çdo ditë dhe të bëhesh çdo ditë edhe më i mirë, më i durueshëm dhe më i drejtë, me atë çka ne na rrethon. Këto janë disa nga vargjet në librin tënd që pajtohem plotësisht, duke menduar që dhe vajzat, dhe djemt, dhe secili njeri në këtë rrezull toksor, që të jetë i mirë është ajo që shpërndan dritë. Pavarësisht gjithçkaje, mirësia rrezaton gjithmonë. Shumë e bukur dhe e vërtetë. Unë falenderoj me zemër për këtë mesazh kaq domethënës e do të kërkoj leje që bashkërisht të përpiqemi të shikojmë komentet edhe të gjitha ato që nga kanë ndjekur ose që kanë diçka për të ndarë me ne. Doja të përshëndesja dhe të falenderoja me zemër të gjithë. Faleminderit nga zemra, Alba, Elida të duar proket, komplimente zonja Ida, faleminderit shumë. Ju përshëndesim të gjithëve. Jeni dy yje që fati veç dritë, Elda Gonc. Elda, përshëndetje, jam shumë e lumtur që na ndjek sot. Jetën e përshëndesim dhe ashtu shumë. Do isha shumë e lumtur nëse do kishte një pyetje për Eridës apo e keni akoma në lidhje live. Shumë bukur po flitet për rëndësinë e prindërimit, një gatim që kemi në nënat që mbasi jemi rritur, ne ju themi kemi sakrifikuar shumë për ju. Dhe kjo psikologjikisht i mbyt fëmijët sepse na kanë kërkuar, por ajo është detyrë. Kjo është një pikë shumë e bukur. Ka shumë në po. Ka shumë Vajza e cila e shkruan këtë ka shumë të drejtë sepse ne pastaj i ngarkojmë fëmijët tanë me një ndjenjë faji, që unë sakrifikova jetën time për të ofruar ty më të mirën të mundshme, dhe fëmia automatikisht në atë moment nuk do ndjehet mirë. Prandaj është mirë që prindrit t'i realizojnë ëndrat e tyre, që fëmijët të ndjehen të lumtur. Shumë e vërtet, jam plotësisht dakord me unë më vjen shumë keq për gjithë ato nëna që vazhdojnë edhe sot në 2026 të mendojnë se po i rrisin fëmijët, unë i mbajta që të më mbajnë. Një koncept i gabuar, sepse ne si prindër kemi detyrim ndaj fëmijëve. Fëmijët nuk kanë detyrim ndaj prindërve, por kanë dashuri dhe respekt. Nëse ai respekti dhe dashuria do kthehen brapa si përkushtim për t'i ofruar atyre gjithçka në pleqëri, bravo dhe janë për t'u duar trokitur, por kurse si nuk duhet të jetë një shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Ne nuk e kemi patur të obliguar të sillim në jetë. Ne deshëm dhe Zoti na e mundsoi që ne të jemi nëna ose baballar, pse jo, por nuk mundet kurse si të t'i obligojmë, pse ne kur ata ishin aq të pafajshëm, të mendojmë se ata kanë detyrë ose t'ja imponojnë duke ja thënë gjithë kohës se shiko, unë të kam rrit, nuk kam lënë gjë pa bërë për ty, ose shumë fjalë të tjera që nga ana psikologjike jo vetëm që e rëndojnë fëmijën, por ja bëjnë pastaj jo ta ndjejnë se e kanë dashuri atë që ju thonë prindit, por si obligim.
Shumë e vërtet. Jam krejtësisht dakord dhe do ishte mirë që si nëna ta kontrollojmë atë mënyrën e qasjes me fëmijët tanë, atë që thash edhe më përpara, që është shumë e rëndësishme mënyra me të cilën neve do t'ja servirim atë mesazhin që duam t'i përcjellim, sepse është e lehtë t'i themi në nerva e sipër që unë e bëj gjithçka për ty, unë nuk po e ndjek ëndrrën time, se dua që ti të jesh një studente nesër pas nesër, unë po punoj 2 punë që t'ju ofroj veshjet dhe kënaqësitë që ti dhe mos të ndjesh inferior ndaj bashkëmoshatarëve të tu. Por fëmijët mendojnë, nuk ka nevojë të thuash, ata e jetojnë, e kuptojnë këtë gjë. Mbase dhe shpesh nuk e kuptojnë, ka dhe fëmijë që se kuptojnë, por prapë kjo nuk duhet na bëj dhe të na vej në këtë pozicion që se kupton ti, unë do ta them shumë herë derisa ti ta absorbosh, ta kuptosh. Mendoj që ata do ta kuptojnë me kalimin e kohës. Fëmijët janë shumë të zgjuar sot Eni, madje më të zgjuar se sa ne mendojmë. Vërtet, unë mendoj shpeshherë dhe them që ne mësojmë shumë prej tyre, vetëm ata prej nesh. Shumë e vërtet, dhe ndonjëherë ose shpesh herë ata janë kritikët tanë më të mëdhenj. Po, absolutisht e vërtet. Përshëndesim shumë zonjën Vlora, të thuarën e nderit në episodin e dytë, që thotë respekt për të dyja zonjat, shkëlqetësi për brenda ashtu dhe jashtë. Zotë të ruaj, faleminderit në zemra më të Vlora e luar me shumë kënaqësi, e përgëzoj dhe uroj që të bëhet një gjyshe shumë ëmbël. Dhe shumë faleminderit dhe gjithashtu kemi Bravo Erinda, një rrëfim që të prek sepse tregon jetën realisht ashtu siç është, me dashuri, punë dhe shumë forcë nga Elda Verca. Zemër, faleminderit shumë Elda, të përshëndes. Erinda, jemi në minutat e fundit, edhe unë do doja të të pyesja kush është ajo që është ambitor që do doja të ndajë me gjithave para se ta mbyllim episodin e 3 të dritë. Atë që do thoja me gjithë zemër për të gjithë njerëzit, duke mos ju drejtuar, domethënë një kategorie të veçantë, nëna, vajza, gra, kushdo që të jesh, domethënë në këtë jetë, prap marr shkas nga vargjet e tua të bukura, që gjithmonë Eni ke atë naturalitetin të thëni gjëra aq bukur dhe gjëra që janë konkrete, që janë në jetën tonë, që ne i hasim dhe që unë duke të lexuar të adhuroj. Dhe dua që të përgëzoj vërtet për mënyrën me të cilën shkruan, sepse ti deporton në shpirtin e tjetrit. Dhe ta them këtë në shpirtit, mos ta marrësh, nuk jam njeri superlativave. Jam personi që do t'i them troç gjërat dhe do t'i them të ndjera. Do t'i them ashtu siç më vjen dhe pa filtra. Dhe sot për këto njerëz kemi nevojë të vetes. Sepse një individ që ndihet i plotësuar në shpirt dhe përpiqet të bëjë më të mirën e tij, është shumë i lumtur kur merr një kritikë në formën më të mirë të mundshme, duke ju ruajtur asaj kornizës, nuk pa ofenduar para të tjerëve, por një kritik me shpirt nga një mike, nga një individ që e respekton dhe ti thotë, mendoj se këtu duhet bërë diçka më ndryshe, ose unë kam bindjen se ti nuk e ke pasur për qëllim si gabim ose si gjë indirekte, por unë mendoj se do ishte më mirë kështu. Ka njerëz na bëjnë që të rritemi më shumë dhe të jemi më të mirë nesër. Këto rrëfime kaq natyrale dhe jo vipash, sepse ne kemi parë shumë podcaste që na rrethojnë, por njerëzit kanë diçka të stisur brenda çdo bisede, kanë ato barierat e tyre, nxjerrin atë që duan të nxjerrin dhe jo atë që duhet ose që njerëzit kërkojnë të dëgjojnë. Ne jemi njerëz popullor, jemi ata që çdo ditë përpiqemi të jetojmë me të gjitha ato që jeta na ofron, të mira, të këqijat, me njerëzit që kemi përreth vetes, që duhet
ti menaxhojmë secilin siç duhet, me karakteret e tyre apo me sjelljet e tyre. Kemi kolegë të vështirë, kemi komshinj të mirë apo të këqinj, kemi të afërm që i kemi më larg se miqt, ose anasjelltas. Kështu që jeta është e mbushur me shumë sfida, me shumë gjëra që asnjëherë nuk i kemi parë të nxirren në pah si realiteti i shoqërisë, por shikojmë ato gjërat më të bukura, më të shndritshme, dhe fëmijët tanë adoleshentë kujtojnë se jeta është jeta e Instagramit, por jeta jonë reale nuk është me aq shkëlqim. Ne e gëdhim me fëmijën e sëmur, jemi pa krehur, pa buskuq, apo pa perfeksioni që i ofrohet sot në rrjetet sociale çdo të riu, është shumë e vërtetë, shumë e vërtetë. Prandaj të jeni më fal që të ndërpreva, e bëj vazhdimisht. Absolutisht nuk ka asnjë problem. Prandaj të jeni desha që të bëj këtë dritare, nuk kemi nevojë të shikojmë dhe të dëgjojmë njerëz që humbin edhe karakterin e tij për të qenë individ i njohur dhe për dalë nëpër media, por të merrem me ato individ që e ruajnë karakterin, personalitetin, e duan dhe vlerësojnë familjen, por vërtet nuk mund të jenë në skena televizive, por janë njerëz që të qenurit i njohur janë brenda shoqërisë, brenda atyre individëve që i njohin dhe i vlerësojnë. Nuk ka kënaqësi më të madhe kur dëgjoj ke këtuar e rindën, është një njeri fantastik. Jam shumë e lumtur që do dëgjoj e rindën, është një nënë e përkushtuar. Në fund të ditës dhe në fund të jetës, është pama që i duhet çdo njeriu para Zotit dhe para familjes së tij. Për kushtimin ndaj familjes, secili prej nesh nuk e bën për fasadë apo për ta lançuar diku në internet. Sigurisht që dhe unë jam një nënë që dhe fëmijët e mi apo ritualet tona festive i publikoj. Nuk jam një nga ato nëna që them bestoj tek syri i keq, por nuk është se ushqej veten me këtë ndjenjë negative. E ndjej shumë negative të thonë që e marrin më sysh apo fëmia i vogël. Ka shumë nëna që i mbulojnë, jam shumë dakord, e vlerësoj dhe e respektoj. Por nga pikpamja ime si njeri, unë jetoj në një profil timin të mbyllur dhe aty unë kam më të afërmit e zemrës, janë miq dhe familjar tanët që mendoj dhe dua të besoj që më duan të mirën, ashtu sikurse dhe unë atyre. Nuk jam dakord me publikimet e të famshmëve që i bëjnë bebave por kur unë diçka e bëj në profilin tim personal që supozohet është një familje për mua, sepse ata persona që janë të zgjedhur nga unë dhe të pranuar nga unë dhe bashkëshorti im, supozohet që na duan të mirën. Unë dua të mendoj që rrethohemi nga njerëz pozitiv. Ajo që është shumë e rëndësishme për të thekur është kjo, se mirësia që duhet t'i japim secilit. Në fund të ditës asgjë nuk do marri me vete, gjithçka do ngelet këtu në këtë botë. Dhe siç thua tek vargjet e tua shumë të bukura, asgjë nuk vlen depozitat bankare apo shtëpit, pallatet, aksesorët dhe gjithçka kemi janë një zero kur zemra jote është bosh. Dhe kur ne jetojmë pa një telefonat të ndjerë, pa miq dhe familjar të dashur rreth nesh. Nuk e di, mbase i rikthehem sërish të asaj fëmijërisë time, që shtëpia e gjyshërve të mi ishte gjithmonë plot dhe plot dashuri, dhe do doja që sikurse atëherë kështu të ishin familjet shqiptare edhe sot. Do ishte për mua në këndvështrimin tim si e rinë, si nën, edhe për t'ja trashëguar fëmijëve tanë, do kisha dashur gjithmonë që mirësia dhe s'ka gjë, le të kemi sikurse një tepsi me trahana, por duke e futur të gjithë lugën aty brenda, domethënë ajo dashuria, mbase ti nuk ngopesh fundja, por në fund të ditës me atë dashamirësinë që të rrethon. Nuk e di, po e mbërë shumë këtë si
njerëzit duhet të jenë brenda vetes plot. Po tryeza është në ditët e sotme për shumicën është e mbushur ose e gjysmë mbushur, por shpirti duhet ta kultivojmë më shumë, mendoj. Më kujtove një thënie shumë unike që më kam bërë të mendoj, se thoshte dikur nuk kishim, por më të rrethuar ishin, sot kemi dhe me këtë ndajmë, nuk kemi askënd. Shumë e vërtetë, shumë e ndjerë. Është rënqetëse. Na mungojnë njerëzit e dashur, na mungojnë sigurisht që emigracioni ka bërë i ka larguar njerëzit. I ka larguar, por ne shikojmë që kemi pranë vetes në emigracion njerëz tanët që i shohim shumë rrallë. Mbasi impenjimet, mbase por duhet pak prioritet, t'i japim prioritet shpirtit. Dhe ky do ishte mesazhi im përfundimtar. Erin nuk të dëgjoj? Do isha shumë e lumtur nëse fëmijët tanë të ardhme shpirtërisht do ndjeheshin shumë më mirë se sot, se ne sot. Do të kërkoj të lutem edhe një herë mesazhin tënd sepse ka patur një thirrje telefonike, jemi në live, i kërkoj ndjesë të gjithë ndjekësve, por edhe pasi ta publikojmë si live në YouTube dhe në gjitha rrjetet sociale, sepse një thirrje telefonike i bëri përputje në zërit e Erinës. Edhe një herë të lutem. Dua atë që po thoja dhe nuk u dëgjua, është shpresa që duhet të kemi për brezat, për fëmijët tanë, që brenda tyre të kultivojmë atë shpirtin e bukur, dashamirës, të mikpritjes, atë që ne si shqiptar gjithmonë kemi patur. Dua të ngulis fëmijëve të mi këtë dhe uroj që edhe nënat e tjera të punojnë me këtë pjesë, se duke u rritur në perëndim i vëre disa gjëra që akoma dhe fëmijët tanë sikur janë bërë të ngurtësuar Reni, janë bërë më egoist dhe përpiqem të punoj me këtë pjesë. Duke i njohur me kushërinjt, me të afërm, apo duke i sjell me pushime në Shqipëri sa të mundemi më shpesh, sigurisht që këto janë rrethanat që secilit i kushtojnë, por që të njohim fisin dhe farefisin, mendoj që është gjë shumë e bukur dhe uroj që si shqiptar mos ta humbim këtë që kemi pas dikur si traditë tonë. Amin. Edhe unë jam shumë e sigurt që jo vetëm si traditë, por dhe si një urdhër dhe caktim i Zotit, familja duhet gjithmonë të ruajë marrëdhëniet e shëndetshme. Jemi njerëz gabimtar, të gjithë ne duhet të kërkojmë falje dhe të falim gjithë ata që dashje pa dashje dhe na kanë lënduar, por kurse si mos e humbim lidhjet e gjakut, lidhjen farefisnore dhe çfarë është më rëndësishme, atë bërthamën kryesore në jetë, të mbetet gjithmonë e bashkuar dhe shumë e shëndetshme ajo që është familja. Familja mbi gjithçka dhe urojmë kudo qofshin familjet të jenë të bashkuara, të lumtura dhe vajzat dhe djemt të ri, të cilët mendojnë të bëjnë të thurin një familje të tyre, paçin fat dhe me durim dhe sakrificë arrihet gjithçka. Familja është e shenjtë. Shumë e vërtet. Unë të falenderoj me zemër për kohën, jam shumë e lumtur që deri në fund patëm një komunikim kaq produktiv, edhe shpresoj shumë që të gjitha vajzat, nënat, gratë, po pse jo edhe të gjithë zotrinjtë që do të dëgjojnë, kanë marrë këshilla të dyera nga një nën, nga një zonjë, nga një njeri kaq fisnik siç ti Erindje. Shumë faleminderit, të falenderoj nga zemra. Do të përpiqem vetëm në të gjitha këto që ne sapo renditëm në këtë bashkëbisedim shumë të vështirë, siç edhe ti the, do doja së fundmi të bëj një falënderim të ndjerë dhe ai shkon për të gjitha mamat shqiptare në Gjermani, për grupin e mamave. Nëse nuk do ishte ai, ne të dyja nuk do ishim përballë njëra tjetrës.
I falenderoj të gjitha vajzat që janë antarë të grupit, veçanërisht vajzat në administrimin e grupit, dhe një falënderim special shkon për Eleni Braho, e cila me iniciativën dhe me grupin që ajo ndërtoi, solli afër gati 17.000 nëna shqiptare në Gjermani. Dhe kemi njohur njëra tjetrën, kemi bërë shoqe dhe mike zemre, dhe për këtë jemi Elenit të gjitha falenderuese. Do doja që kudo qofshin në diasporë nënat shqiptare, gratë shqiptare, motrat dhe vëllezërit shqiptar të kenë vatra ku t'i bashkojnë ata për të folur, për të komunikuar, për mos t'i humbur ato tradita tona. Do ishte një dëshirë shumë e madhja, do me thënë, të kishim edhe një vatër në Gjermani, jo vetëm virtuale, por vatra reale që çdo zonë në të cilën ne jetojmë të përjetuar ato momentet e traditave tona, ato momentet speciale, jo vetëm 8 marsi, por edhe shumë treva, shumë tradita, shumë gjëra të bukura. Ajo zemra jote e madhe, ka kaq shumë dashuri brenda, sa që mundohet gjithmonë të jetë mirënjohëse, falënderuese, por edhe kreative në atë që është shumë domethënëse, afrimiteti i njerëzve dhe ndarja e dashurisë. Falenderoj në zemër edhe një herë. Uroj që një ditë të jenë reale këto dëshira të shumë të unë. Sa isha shumë e lumtur dhe aq më tepër që duhet të theksoj dhe do mbahet më gjithmonë që kemi përmendur këtë kërkesë live në të dyja. Do ishte një iniciativë shumë e bukur dhe shumë e mirë. Uroj që vajzat e tjera të na kenë dëgjuar dhe pse jo ta marrin iniciativën atje ku ndodhen edhe të bëjnë edhe ato hapat e tyre për të vendosur vatrat e shoqërisë tonë edhe në diasporë. Në Gjermani ka shumë nëna shqiptare dhe ne tashmë këtë e dimë. Absolutisht, shqiptarët janë bërë kudo. Absolutisht. Ne ku jetojmë dhe përmend Gjermaninë sepse e shikojmë dita ditës se si ajo po mbushet, dita ditës edhe shumë me prurje të reja. Dhe fëmijët tanë për krah gjuhës gjermane duhet mos të harronin dhe të flasin dhe atë më të bukurën shqipe. Patjetër. Mbyllja është akoma më e rëndësishme dhe më e bukur. Faleminderit shumë nga zemra. Ishim me Eleni, ishte kënaqësi e veçantë dhe uroj që biseda jonë të dëgjohet. Për ato që me kanë kënaqësinë dhe i përshëndes nga zemra të gjitha vajzat që na kanë shkruar dhe na kanë dërguar përshëndetjet e tyre. Faleminderit shumë e rind. Eni nuk kam sponsor, nuk marr suport nga askush. Jam një nënë dhe një vajzë, një grua, një individ që për te jetësime reale, impenjimeve dhe gjithçkaje, kërkoj të bëhem një dritare ku vajza, gra, nëna dhe femra kaq inkurajuese, kaq dashamirëse me shpirt bukur si joti të dëgjohen. Në mos sot në këtë live të dëgjohen të nesërmen dhe është akoma shumë e bukur kur Erinda në 2026 ka dhënë këto deklarata, ka shprehur këto dashamirësi dhe fëmijët e saj do t'i dëgjojnë këto në vitet e ardhshme. Uroj të jetë një kujtim i bukur për të dyja ne. Sigurisht që në të ardhmen do kemi mundësinë të realizojmë live edhe më të bukura, edhe më konstruktive. Atë do kemi të themi më shumë gjëra, më shumë se kaq, eksperienca të reja do ndajmë. Por unë të përgëzoj Jeni për iniciativën e marrë, je vërtet një dritë dhe këtë e respektoj dhe të uroj shumë suksese, shumë suksese dhe uroj që ëndra jote më e madhe të bëhet realitet, të shkon në zëtari. Dhe ta them sinqerisht. Shumë faleminderit, të përqafoj fort.
Të uroj natën e mirë ty dhe të gjithë atyre që ndan kohën e tyre me ne. Faleminderit nga zemra, ishit me dritë në episodin e 3 të kësaj të diele të fundit prilli dhe mos harroni asnjëherë se cili nga ju jeni një dritë e Zotit që keni ardhur në këtë botë për asgjë tjetër veç se për shkëlqyer më së miri. Nga unë dhe Erinda, natën e mirë dhe shihemi episodin e të dielës tjetër. Mirë dhe faleminderit të gjithëve që na ndoqët. Faleminderit Erinda për qafoj fort të dashur. Edhe unë e dashureni. Faleminderit. Mirupafshim të dielën